Përgjime të reja janë publikuar lidhur me dosjen e hetimit të SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe përfshirjen e Endri Meksit në presione për tender te autoriteti rrugor shqiptar. Endri Meksi, i biri i Aleksandër Meksit, shfrytëzon televizionin e tij MCN si mjet presioni për të përfituar tendera korruptiv, sipas një artikulli nga Prapaskena, duke përfshirë një kontratë për supervizimin e një rruge të ndërtuar nga kompania Geci SHPK, që ka fituar shumë kontrata me ARSH-n. Në një bisedë të cituar, kreu i ARSH-s i shkruan Ballukut se Meksi kishte sjell kamerat e televizionit të tij para zyrave të këtij institucioni për të ushtruar presion, ndërsa Balluku e këshillon atë të mos bjerë pre presioneve të tij, duke përdorur edhe epitete fyese. Artikulli pretendon gjithashtu se Meksi ka trokitur në zyrën e Edi Ramës për të kërkuar tender për qendrën e monitorimit të trafikut me vlerë 33 milion euro dhe se 2 kontrata të tilla janë fituar në mënyrë që para SPAK-ut konsiderohen të dyshimta për korrupsion. Gjithashtu përmendet se ish drejtori i ARSH-s Sevis Berberi, tani në burg me akuza për afera me tendera, ka nënshkruar një prej tyre kontratave dhe se SPAK po shqyrton përfshirjen e Meksit në hetim.